mamaja të dhunuarës. Ka 3 vajzat. Kam 1 muaj që kam bërë një denoncim në policinë e Fierit. Po prisja që të zgjidhesh çdo gjë. Por nuk mu zgjodh për momentin. Si e mbani mund ditën e parë që vajza ka ardhur në shtëpi apo nuk? Ditë të merruar. Ditë të merruar. Nuk di si të flas më tepër. Kam 1 muaj që nuk vet sy, gjumë në sy. Erdhi atë ditë goca, kishte vat, e çova në kurs sepse bëj një kurs për parukeri. Në Fier? Po. E mora, e çova për kurs për parukeri. Si gjithmonë e prisja të vinte në shtëpi. Se gjithmonë. Prisa, mirë po, më erdhin telefonat që goca ishte sëmur në spitalin e Fierit. Mirë po, kishte vajtur goca dhe nuk kishte treguar gjë çfarë kishte ndodhur. Pra vajza pas dhunimit kishte shkuar në spital? Po, kishte bërë një surum dhe kishte thënë që nuk ndihe mirë. Kishte vajtur vetëm për Po, vetëm. Pasi më merr burrin telefon, po goca është sëmur. E thash, hajt tash se ndoshta ka kaluar diçka, thash. Se gjithë moshatare sëmure ose s'ndihemi mirë. He marr veten në Fier për të marrë gocën sepse nuk doja që të priste autobusin e orës 4. Vete marr dhe kur e marr gocën, goca më vjen me vrap, e të merruar. E pash me surum në dorë. E tha, çfarë ke më të keqe mami? Se je vrar, kush të ka vrar? Më tha mua, asgjë, tha, thjesht tha, bëra një surum, tha. Edhe nga jo që unë ndodhsha vetëm, tha, në spital, tha. U qorra, tha. Po ti ke syrin të nxirr, moj bi, thash. Ti ke syrin të nxirr. Ti ke mjekrën të nxirri, thash. Flokët e tuj, thash, pse më duken kështu, thash. Jo ma me asgjë. Vi në shtëpi, bëj për të zbuluar, që të zbuloja diçka nga goca. Por pasi e vura në siklet gocën, prap nuk më tregonte. Mirë po u hapën që i kishin hapur gjoja në këto rrjetet sociale. Pastaj më vonë më tregon goca, thot kështu, thot më dhunuan 3 goca. Se më i bi, thash, se unë të çoj për në kurs, thash, të prisja, thash, që të më vije në shtëpi, thash. Po ja moj mami kështu më ndodhi, thash mos ndoshta i ke gacmuar gocat, i thash. Jo, moj mamë, tha, se nuk kam asnjë gjë, tha, me gocat, tha. Thjesht më thanë, tha, hajde me mua, se kemi një surprizë. Gocat punonin bashkë me të në parukeri? Jo. Thjesht shoqe ratësisht. Ishte takuar, më duket 1 herë, 2 herë, mos të gaboj me gocat. Mirë po, atë ditë i kishin dalë para. Pasi kishte dalë goca nga kursi, i kishin dalë para. Po pse moj goci, thashun, ç'ne kjo jo dja kështu? Po ja moj ma, unë qa të bëj? Aty më zhit goca, ishte ora 6. Mas dite, mos të gaboj. Ditën e dhunimit? Po, ditën e dhunimit në darkë. I thash, nëse thash, të ka ndodhur diçka, i thash. Mamin e ke prani, se po qante. Filluan të dridhurat gocës. Ngrihemi, shkojmë në policinë e Fierit. Bëjmë një denoncim. Atë natë na koqidon oficer Bruma. Bëjmë denoncimin, e quam dhe të shtëpia ku jetonin gocat, ku ishte bërë dhunimi, i qoj goca, policët, te shtëpia. E ikni thaj se do zgjidhet çdo gjë. Shefi policisë atë natë që koqidoi. Pritëm 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, pas 4 ditëve, që bau sëmur. Ku e shteti për mua, tha. Qa ke moj mami, thash, se do ta zgjidhim, thash. Do ta zgjidhim, thash. Jo morat kontakt me vajza që e dhunuan? Jo, fare, nuk na dhan asnjë kontakt. Ne pyesnim, bënim, vajta 2-3 herë në policia, pasi mora dhe videot në telefon, vajta për të treguar videot në telefon, nuk më pranonte njëri. Videot ju i kishit? Po, mi hollën, pasi dola nga Tirana me çupën. Mi hollën videot, i kisha në telefon, shkova në polici, kërkova oficerin e policisë. Kusha u dërgoj videot? A nuk e pandeva, sepse në nëncitimi që doja t'i ruaja ato video,
Ajo që doja që t'i ruaja në telefon, u shduken, kupton, thjesht sa i ruajta me shpejtësi që ti kisha si prova. Po kur pat vajzën tuaj të dhunuar në atë gjendje, Kur në atë pash situacion vajzën time të dhunuar nuk më mbante vendi me. Ndoshta dhe ato nena nuk din gjë. Dhe nuk dinin gjë, por çdo kush ta kthej thikën nga ana e tij. Çdo kush. Sepse unë ato fëmijë mezi kam rritur. E ushqej me pikat e qumshit. Ngrihet burri në orën 4 vete në punë. Edhe më dhunon mua vajzën, si do t'jetë fëmia, nëse unë fëmin e kam të sëmur, unë do vete do ta kuroj. Do vete do ta kuroj. Kurse vajza ime nuk ngatrohet as me një njeri. Është gocë e thjesht, është gocë që shikon hallet e saj, shikon punën e saj. Edhe kur e kisha tani se unë s'digja si ka ndodhur ky dhunim tani. Ndoshta mund të ketë qenë edhe ndonjë presion më përpara, sepse unë e kisha në shkollë vitin e, parë mos gaboj, vitin e 2. E çoa në shkollë i binte të fikt. E mora gocën, e shëro, e pash, e vizitova, do me them, më thanë doktorat s'ka asnjë lloj problemi. Tani, ku ta di unë se vajza mo nuk ka patur ndonjë presion, ndonjë gjë nga më përpara? Ku mund ta di unë e shkreta? Ku mund ta di kjo që ndodhi tani? Si ka qenë gjendja e vajzës gjatë këtij muaji? Po ja, s'hante bukë, donte gjumë gjithë ditën, rinte fjetër, qante, frikë, erdhën, shikonte nga rruga, se mos vinte dikush. Shkova dhe dija në policinë e Fierit, i thash, kërkoj Brunën. Tek denoncimi që kam bërë, kërkoj Brunën. Më thanë mua, Bruna nuk është këto oficer Bruna. I thash, si nuk është? E panë që unë po bëja debate, doli pastaj më tha mua, çfarë halli ke zonë? Thash, po denoncimi që kam bërë para 1 muajve. Çfarë u bë me gocat, i thash? Çfarë u bë me gocat, i thash? Dua ta di, thash, si një nen, i thash, çfarë u bë? Se edhe sikur fëmia im të ishte, të njëjtën gjë do kishin kërkuar dhe ato nena për fëmijën e tyre. Ndoshta unë po flas dhe si shumë, i thash. Por unë kërkoj të drejtën e fëmijës tim. Vajza është vënë dieni të videove që çarkullojnë në rrjetet sociale. Shiko, unë vajzës në ajo po them nuk dua që t'ja bëj. Të ditur e kuptoj të gjendje sepse nëse ajo merr vesh diçka, do kaloj stres. Aktualisht ku ndodhet vajza? Vajza e kam unë diku. Nuk dua që ta shpaj, sepse duhet t'ju i ruajmë këtyre kontakteve, nuk dua për shembull që kur të diku larg. Nuk dua për shembull që kur të vini juve, për shembull ajo të shofi nga rruga dhe të friksohet. Nuk dua sepse do thotë që për mua kanë ardhur këta, do thotë ajo, se unë nuk duroj të nota dhe gjë, sepse kam 1 muaj që nuk fle gjumë, kam 1 muaj shtrihem në krevat, nuk më zë gjumi. Kur i shikoj ato video që i kam në telefon, them, goca ime po dhunohet kështu, them. Goca ime po ulëret, goca ime po kërkon ndihmë. O ma, qikosh video ti kam këtu në telefon. Kjo gocë, thash, po më kërkon mua ndihmë, se nuk jam pranë saj, thash. Çfarë bëri ky shteti, thash. Vajta dije. Kërkova prap, i thash, kam video të këtu, i thash, më jepni kush e ka marrë çështjen time, i ke në prokurim, thash, kush është prokurori, thash, ta di dhe unë, i thash, ç'masa merrem për këto goca, se ndoshta nenat nuk di gjë, thash, çfarë ka bërë kjo gocave të mia, por unë nuk po flej gjumë, kam 1 muaj. Nëna e njërës me të që dhunon, e një dhunuese ka kërkuar falje, 100 herë falje. E di, po unë nuk mund të fal, sepse shpirti im e di se sa po e vuaj. Iki qaj qeras, nuk qaj në sy të vajzave. Kam 3 vajza, njërin e kam 5 vjeçe, njërin klase 7, që ajo klase 7 lanë edhe dhe qanë. Për të motrën, i thash dije,
Bia ime, thash, unë po iki, thash, po gjej një rrugëzidhje për Patrician, thash. Ku po shkon, mami, me tha mua. Thash, unë po iki, po gjej një rrugëzidhje, thash. Për Patrician, së më dhem zemra, thash, kur më kërkoni, thash, kur më thërret vajza ime. Sepse të njëjtë një do kështë mërdi ato nena, kur qupa ime më thërret, o ma, kap dy veta për floku dhe shqit. Po jo se të farmeri goca ime ishte një kriminele. Se vinde në punën e saj. Një apel që keni për gjitha vajzat e kësaj moshe, Shiko, për gjitha nënat. unë doja të thosha këtë gjë se jam nenë vetë. Ndoshta ato nëna nuk din gjë. Por ju lutem të gjithave vajzave sepse jemi femra. Mos të bëhet përsëritjet kjo gjë që i ndodhi vajzës time. Për çdo femër, për çdo nën që unë nuk ve, kam një muaj nuk ve. Gjumë në sy.